E pranishme prej 25 vitesh me investime dhe mbështetje të njerëzve në nevojë në Mirdit, humanistja austriake Mariana Graf I ka kushtuar edhe një libër kësaj zone. Në këtë botim, ajo ka përmbledhur historinë, traditat, trashëgimin kulturore dhe bukuritë natyrore të Mirditës. Mosvlerësimi, siç duhet I kësaj zone me potencial të jashtëzakonshëm turistik, e ka nxitur që të realizojë këtë libër, thot Mariana Graf. Ka shumë teorisme dhe ankesa nëse Mirdita nuk vlerësohet. Po, lutem shumë, kush në Tiranë ka një kuptim qizbefshirës të asaj që është Mirdita. Aq bukur, aq me sena, aq interesante. Si mund të kuptohet Mirdita pa një prezantim qizbefshirës. Kjo është arsye pse e shkrova librin. Në prezantimin e këtij libri ishin të pranishëm autoritetet lokale, shkrimtar, studiues, historian si dhe ambasadori I Austrisë në vendin ton, Monika Zach, të cilët vlerësuan kontributin e Mariana Graf për Mirditën dhe shumë zona të tjera të Shqipërisë. Ky libër është, mendoj, një libër jashtëzakonisht sintetik, jashtëzakonisht përfaqësues, dhe edhe unë që e njoh Mirditën mirë, edhe si gjithë ju që jeni pjesa më e madhe jeni mirditor, praktikisht gjej një Mirdit ashtu siç ajo është në të vërtetë. Një libër të tillë mund ta shkruante vetëm një individ, një autore, një personalitet si zonja Mariana Graf, që e ka shkel me plam të tokë më mirë se ne që jemi prej këtu. Mariana është një njerëz jashtëzakonshme, shumë e veçantë për këtë rajon. Ky botim I Mariana Graf do të jetë një guid mjaft e rëndësishme për të gjithë ata që duan ta njohin dhe eksplorojnë Mirditën me gjithçka që kjo zonë ofron.